Të gjitha pjesët e dëmtuar në fshatin Bardhë dhe Bleran nga shtrimi i linjës së furnizimit me ujë të pijshëm kanë nisur që të riparohen nga firmat që po kryejnë punimet. Në këtë mënyrë është duke u hedhur rreth asfaltit, një kërkesë kjo e kryetarit të Bashkisë Shkodër për ujësjesin dhe OSHE. Jemi duke kryer riparimet e kanaleve të dëmtuara gjatë ndërtimit të ujësjesit të fshatit Bardhaj. Shpresojmë me hapjen e kohës dhe brenda kësaj jave të mbyllim gjithë dëmtimet që janë kryer nga ana e kompanisë gjatë ndërtimit të ujësjesit, do kthehen sa më parë në gjendjen e mëparshme, të asfaltuara dhe pa hapur probleme me qarkullimin e mjeteve. Falenderojmë banorët e fshatit Bardhaj për mirëkuptimin dhe për bashkëpunimin që kanë pasur me kompaninë. Supervizori Begje Dedja foli për projektin e ujësjesit që pothuajse është drejt përfundimit, duke thënë se fshatet Bardhë dhe Bleran, të cilët nuk kanë patur ujë tashmë do furnizohen normalisht 24 orë në ditë, rreth 5000 banor do përfitojnë furnizimin me ujë të pijshëm nga ky investim. Ky investim është shumë i rëndësishëm për fshatet Bardhaj Bleran të Bashkisë Shkodër, pasi është një zonë që s'ka patur ujë dhe me ndërtimin e kësaj kjo zonë do ketë ujë 24 orë me presion normal. Para nisjes projekti nuk ka pasur fare rrjet ujësjesi për furnizimin me ujë. Projekti përbëhet nga 3 puse çmimi, 2 që janë punë në mënyrë të vazhdueshme dhe 1 pusë rezervë në raste emergjente ose kur bien përuret në 2 puset kryesore. Uji puse është i sigurt pasi është mbështetur në studimin hidrologjik të bërë, janë bërë analizat laboratorike ku ka dalë i pastër pa asnjë lloj problemi. Janë rreth 800 abonentë në këto fshate të njësisë rrethinat, të cilët janë pajisur masat përkatës. Projekti për linjën e re të ujësjesit nisi në muajin gusht të vitit të kaluar nga Shoqëria Rajonale e Ujësit Kanalizime Shkodër. Me një afat 80 mujor, por nisur nga historia punimeve do të përmbyllet brenda 10 muajsh, ndërsa shtrimi i asfaltit është një prej proceseve përfundimtare.